3 persona kanë vdekur pas një rasti misterioz në një anije luksoze që ishte nisur nga Argentina. Dhe tani shumë njerëz në Europë po bëjnë të njëjtën pyetje. A mund të përhapet ky virus edhe më tej? Në bord ndodheshin rreth 150 persona kur disa pasagjerë filluan të sëmuren rënd. Sipas raportimeve, fillimisht vdes një pasagjer holandez gjatë udhëtimit. Më pas edhe gruaja e tij. Dhe më vonë edhe një pasagjere gjermane. Testet tek disa prej tyre zbulojnë hantavirusin. Ndërsa në të paktën një rast është gjetur varianti Andes, forma më shqetësuese e këtij virusi që vjen nga Amerika e Jugut. Ajo që po i bën ekspertët nervoz është fakti se ky variant në raste të rralla mund të transmetohet edhe nga njeriu tek njeriu. Ndryshe nga shumica e rasteve të tjera ku infektimi ndodh nga brejtësit ose pluhuri i kontaminuar. Një stjuardes që kishte kontakt të afërt me të infektuarit përfundon në spital me simptoma, ndërsa edhe në Düsseldorf po kontrollohen persona që mund të kenë pasur kontakt. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se rreziku për publikun është i ulët dhe se kjo nuk është situatë si korona, por rasti po ndiqet me shumë kujdes. Dhe kjo po hap një debat të madh. Sa të sigurt jemi realisht sot ku një virus i rrallë mund të udhëtojë nga një kontinent në tjetrin brenda pak ditësh? A mendon se bota do ishte gati nëse do shfaqe një virus si ri serioz? Shkruaje mendimin në komente dhe dërgoja videon dikujt që udhëton shpesh.